nga të gjitha anët. Këtë verë, ai që drejton Shqipërinë sot, është takuar në plazhin e Drimaves me disa Ukrainës, më duket, që flitnin me theks a Ukrainës a rus. Po, Ukrainës. Po, qarkullon ky lajmi që kanë kërcënuar Ramën me armë me kanë bërë një bisedë mjaft të tensionuar. Ata kanë qenë të armatosur dhe e kanë kërcënuar që të lëshojë Shqipërinë, të dorëzojë shumë shpejt Shqipërinë. Po ç'ne Ukrainasit? Po, është mafia ndërkombëtare ajo. Të dish ti se çfarë bëhet në Ukrainë. Të dish ti droga, të dish ti tregtia e fëmijëve, lemerit, merre dhe llaftarit, të dish ti edhe se çfarë bëhet me këto laboratorë, gjithë viruset që shpiken nga laboratorë të ndryshëm në Ukrainë, të financuar nga CIA, edhe nga organizata të tjera. Pra ti mendon që këto ukrainasit që janë takuar me Ramën janë po dorë e këtyre? Dorë e këtyre ta drejtojnë botën. Edhe i kanë vënë ultimatum në plazhin e Drimaves. Në shtëpi, i kanë ardhur në shtëpi aty, domethënë. Ti duhet dorëzosh Shqipërinë, kanë thënë. Pik. Atëherë, Klodian, ndoshta duhet ta lidh pak me këtë pjesën e protestës ku aty thuhet një zëri Rama Burg, Berisha Burg. Po ndoshta ne po i bijmë qaf kot Ramës, ndërkohë kur ti thua këtë rastin që Ramën ato e kërcënojnë, kanë ngritur zërin me armë, me gjitha që ti duhet dorëzosh Shqipërinë. Ne po ja fusim kot ndoshta me këtë që themi. Po merrem me Ramën që është problemi i vogël ndërkohë që problemi i madh është tjetër gjë. Mos ndoshta ne duhet të gjejmë strategji tjetër që të shpëtojmë Ramën, si po shpëtojmë Ramën, shpëtojmë Shqipërinë. Shikoj, ne nuk kemi dalë për shpëtuar njerëz. Jo për shpëtuar njerëz, shpëtojmë vendin. Ose më saktë këta lloj njerëzish që përdoren nga sindikata botërore e krimit, e krimit botror. Këta janë rekrutuar prej kohësh. Kjo klasë. Thua për Ramën, për gjithë klasën, po. E janë rekrutuar prej kohësh, se nuk delti dot në skenën politike, qoftë kombëtare, qoftë ndërkombëtare, pa pasur bekimin e ustallarëve që drejtojnë botën. E leç thonë jo vota, jo këto, ata manipulojnë çdo gjë. Ata ta japin pushtetin edhe kur nuk i ke fituar votat. Të bëj një pyetje unë ty. Pse ndodhi ai tërmeti në 2019-ën? Se edhe ka qenë artificial thuhet? Unë them që po, pse gojtë e liga kështu thonë. Ka ca gojë të qullura. Po çfarë arsye u ka dashur të bëjë tërmeti atë? Po sepse po i rrezikoi pushteti aty nga opozita. Në 2019, mirë po bota kishte caktuar atë person që ta vazhdonte. Ta vazhdonte sepse bota përfiton nga Shqipëria dhe do ta them mbas edhe pak më vonë se çfarë pasurish prallore ka Shqipëria. Shqipëria fle në miliarda dhe në miliarda. Po çfarë bëri tërmeti me këtë lëvizje që bën me tërmetin ta që të kthente, hiqet vëmendja. Hiqet vëmendja. Ra ai tërmet ra një shtator. Po nuk e di nëse ka qenë Tiranë di atëherë. Po, Tiranë kam qenë, po. Tash të gjithë ata që kanë sadopak njohuri për tërmetet e dinë që vjen ajo goditja kryesore, pastaj ka pas goditje që janë më të lehta, më të dobta. Po puna është se ra në shtator, po ja kërciti edhe me 26 në dorë, më duket pra edhe në dorë. Dhe më i rënd, si ka mundsi. Ne kemi studiuar që ato pas goditjes janë shumë më të lehta, si ka mundsi, po ka mundsi. Duhej bërë ajo punë. Të gjitha bëhen për të mbajtur njeriu e tyre. Për të hequr, për të larguar vëmendjen, edhe për të treguar edhe opozitës dhe të gjithë tjerëve që rrini urë se ju komandojmë ne. Ju nuk keni fuqi dot, na kundërshtoni ne, se ne përdorim të gjitha sistemet, shkencën dhe teknologjinë më të përparuar për të bërë vullnetin ton. Po të njëjtën gjë ata bën dhe në Venezuelë. Ky tërmeti që ata ne ti mendon se ishte tërmet natyror. Po gojtë e liga thonë jo. U përdor sistemi harp sepse populli nuk e do Amerikën. Unë nuk kam asgjë, as më intereson as Amerika, as Rusia, se unë i di se edhe kapitalizmin, edhe socializmin, edhe komunizmin, dhe gjitha format e tjera, rrymat, lëvizjet që ka kjo botë, i shpikin një dorë njerëzish. Po shërbëtorët e tyre. Ata zhvatin dhe në socializëm dhe në komunizëm, ata shpikën komunizmin e gjitha. Prandaj kanë bërë gjithë këto degëzime që thjesht të krijojnë atë tymnajen e dehjes së popujve, njerëzve. Madje edhe BRICS-in ata e shpikën, se BRICS-i u miratua atje në New York, nuk të la Amerika të miratoshte një organizatë financiare. Ku në New York? Ku në New York me bekimin e një financieri, bankieri shumë fuqishëm.
Pra, zhvat këtej, zhvat andej. Po mirë, me këtë tërmeti që duan të krijojnë tani, ky është shumë më shumë i fuqishëm se sa. Po, ky do jetë shumë i fuqishëm. Uroj ta kem gabim dhe në rast se nuk del, unë do vi këtu te Pisku, do t'u them, te studio e Piskut, do t'u them, më falni se përcolla një lajm të gabuar, por jo, mendoj që jo. Shumë shpejt në muajt dhe në ditët dhe në muajt në vazhdim do të ketë një tërmet fuqishëm që do shkatërrohet Shqipëria me qëllim që të vendosen kolonët hebrejnë. Këta janë përgatitur për gjithë skenarët. Ato po i vendosin më Klodian, për çfarë arsye do ta bëjnë tërmetin? Se ato po vazhdojnë me planet e tyre, nuk ka asnjë rezistencë ndaj tyre. Ata e dinë mirë që nuk duan në arenën, në skenën europiane, ata nuk duhet duken si vrasës të popujve europian, se ato kur vrat shqiptarët mund na vritin edhe ne tjerëve, se hebrejt po blejnë toka në Salento. Po. I kanë kërkuar qeverisë italiane që t'u falet ishulli i Sardenjës, ose t'u jepet. Italianët nuk kanë pranuar. Kështu që ata nuk duan dalin skenën europiane si pushtues dhe vrastar. Atëherë mënyra më e mirë është që të fshehin një diçka që një pjesë e njerëzve e din, pak janë po e din, që përdoret sistemi harp për të krijuar shakullina, uragane, stuhi, thatësira, për të shkatruar dhe për të paralizuar gjithë ekonominë bujqësore dhe blektorale, për të shkaktuar tërmete, për të shkaktuar lloj-lloj problemesh të ndryshme, edhe dukuri natyrore në bashkëpunim me sistemin Blue Beam, pra rrezja blu. Kështu që ata nuk duhet duken në Europë si vrastar. Ata thjesht duhet ta marrin Shqipërinë, se e kanë bërë nëpërmjet kësaj klase politike. Ta thash, janë dhënë 6 miliardë euro nga Rothschildët nëpërmjet familjes Rostov. Ata nuk pranojnë të kthehen parat, se nuk mund të diktojë kjo klasë politike dhe gjithë politikanët e tjerë kushtet dhe rregullat në një lojë që i kanë vendosur dhe përcaktuar tjerët. Cila pjesë do të mbetet Shqipërisë? Se është ai lajmi për copëzimin. Se Shqipëria vazhdimisht historikisht është copëzuar, është. Atëherë shiko se ç'ndodh. Mbrëm, më ka ardhur një lajm. Duhet ta shoh, unë nuk di mjerisht frëngjisht, po ma than ata që din frëngjisht, ata që marrin vesh. Pra qarkullon Francë në mediat franceze. Po, në një nga televizionet publike shtetërore franceze është dhënë një dokumentar apo një emision mbi Shqipërinë. Ata kanë informacion se kot nuk flasin. Nuk flasin gazetarët francez, sidomos në një televizion që është shtetëror, që ka kontroll të fortë nga shteti, po kancelaritë europiane janë në dieni të planeve që janë thurur tashmë kundër Shqipërisë. Shqipëria do ngelet vetëm me Tiranën dhe me disa malësi këtej nga Tirana, as Durrësi nuk do ta kenë më tyren. Si do të ngelen vetëm me Tiranën? Shumë pak. Tip principate do ngelet Tirana. Kështu Shqipëria. Është shitur Shqipëria e gjitha. Gjithë pjesa tjetër është shitur. Gjitha pjesa tjetër u është shitur interesave të izraelitëve dhe të serbëve. Edhe serbëve. Po, serb, rus, po kryesisht hebrejve. Pra shqiptarët do të jenë lokalizuar vetëm në Tiranë. Shqiptar do të rrudhet fare. Uroj ta kem gabim, do ta shikoj atë, do ta kërkoj si emision. Si do ta menaxhojnë këtë pjesë, pastaj si do të jemi ne? Do të jenë gjë që nuk administrojnë këta. Këta dinë si administrojnë punët. Ne do të pozicionohemi vetëm në Tiranë, prandaj na kanë sjellën ne gjithë, i kanë shkretuar gjithë qytetet e tjera, i kanë dëmtuar. Po ecin me plan këta. Këta ecin me plan. Janë të zgjuar. Ne thoshëm si ka mundësi 3 milion e ca ishin të shpërndarën gjithë Shqipërinë. Ore kishte fshatra. Ore kishte industri. Ore si ka mundësi që u përqendruan këtu. Po ishte plani se ata bëjnë plana afatgjata. Edhe i arrin dal nga dal. Por tani ka shkel gazin edhe. Fare hapur, do ta kërkoj ato si emision ta gjej. Uroj që të ketë të paktën titra anglisht, somjerisht nuk di frëngjisht. Edhe të paktën edhe nëse arrit i gjej ato titrat, të paktën katash i mjete që i përkthejnë ato, s'është problem. Edhe po mua më erdhi ky lajm që Shqipëria do ngelet vetëm Tiranë dhe diçka malësitë e Tiranës diçka. Sa parashikohet, sa shqiptarë do të mbeten në Shqipëri? Po shiko, ka dalë një lajm që ka botuar OKB-ja që duan të lënë vetëm 500-600 mijë shqiptarë dhe kaq shumë janë për ata. Dhe kaq janë shumë. Kaq janë shumë. Qarkullon edhe këto 500-600 mijë do të jenë si shërbëtor pastaj? Normalisht ato s'duan çdo të gjithë në shërbim të këtyre